Nela e para përshëndetje dhe faleminderit për intervistën. Faleminderit. I kalojnë muajt shumë shpejt pas ndeshjes së Marsit, po vjen në qershori dhe një ndeshje shumë të madhe për ty, do duelosh në qytetin e Ipswichit. Si është përgatitur Nelo për këtë periudhë dhe është gati për ndeshjen e radhës, që është e 23-ta në karrierë? Ka shumë kohë që përgatiten për ndeshje të madhe. Ndeshjet siç thënë erdhën një nga një. Faleminderit Zotit për herë të parë të boksojmë në Ipswich, në stadiumin e Ipswichit. Më shumë, stadiumi i madh, biletat janë gjithë të shitur, 30.000 vetë që do jenë prezente të ditë. Do përfaqësoj Shqipërinë, pastaj në zonë dhe pastaj komplet timin tim. Nelo, kjo do të jetë ndeshja 23 për ty në karrierë. Më parë i ke gjitha fitore, shumica dërmuese me nokaut. Kundërshtari ishte një kundërshtar nga Gjermania, ke studiuar të pak çfarë lloj rivali pret. Po, kena pa kundërshtar normalisht për titullin e Europës, ai është sfidant për titullin e kampionit të Europës. Kundërshtari është, po them, shumë i mirë, por me atë që kena punu dhe besoj që jena trajnu gjatë gjithë kësaj kohë, besoj që ndeshja shkoi mirë dhe ne morëm fitoren 23 në ndeshjen 23. Nelo, gjatë kësaj periudhe që kanë ardhur fitoret, ka patur edhe numra rekord për boksin shqiptar, gjithmonë më shumë në rritje. Në rast fitore që ne shpresojmë shumë, si do të ndihmojë kjo në aspektin e numrave, por edhe karrierën tënde? Që të jeti fitore në radhë parë për karrierën time është një nivel shumë i madh, që aty do jenë promotorët më të mëdhenj të botës, vetë promotori që organizon këtë darkë është më i madh i botës dhe më i fuqishëm për peshat e rënda, Frank Warren, ka marrë ftesë nga ai. Dhe gjithë promotorët e botës besoj që do kenë vëmendje kryesore se jam një ndeshje para ndeshjes kryesore në listë. Kanë bua aty dhe përsa për rankimin, shpresoj që mos kësaj ndeshje të jem diku në 15 mirë të botës. Nelo, jo shpesh, madje shumë rrallë për një boksier shqiptar është një arritje shumë e madhe që të dueloj, të kushtoj në një event të tij promotori Frank Warren. Çfarë do të thotë për ty kjo pas gjithë këtyre viteve të jashtëzakonshme që ke bërë boks? Do thotë që sakrifica e vleti është për ty, kjo është ajo kryesorja, po gjëja tjetër është që kjo është një shtysë për gjithë boksierët e rinj, për gjithë sportistët e rinj që janë, që po rriten, që të punojnë shumë. Vetëm me punë, mundet me arrit në të rezultate të larta me shkuar në këtë ndeshje. Jam shumë i bindur se ka shumë boksierë shqiptarë që shumë shpejt do jenë ato në rinj që kaq të mëdha, në ndeshje kaq të mëdha. Nelo, kemi parë shpesh që ke qejf të mbyllesh ndeshjet me nokaut. Çdo peshë rëndë të ka që fitoj me nokaut, po shpresoj që këtë herë të jetë nokaut, sepse normalisht midis gjithë atij popullit do jetë shumë shqiptarë që kanë marrë bileta në Gjerrasit, i falenderoj ato që nuk kanë marrë akoma bileta në Gjerrasit të bëthirë që të marrin biletat për në Ipswich, se do jetë një ngjarje shumë e madhe boksit shqiptar. E para që një sportist shqiptar shkon të duelon në stadium për titullin e kampionit të Europës. Nuk do jemi vetëm në zonë, por do jemi në Shqipëria, do mbrojë titullin e kampionit të Europës, vetmi titull kampion e Europës që Shqipëria ka në boks. Nelo, ti e preke pak kudo që ke shkuar, ke patur mbështetjen edhe shumë zemrave kuqezi. Besoj e sigurt është duke parë edhe duke qenë si luhet në Angli, që shumë shqiptarë janë atje dhe nuk do të lënë sërish. Po Gjerasi më falenderoj me emra janë shumë, por kam shumë miq në Angli që janë sensibilizuar, po bëjnë shumë njerëz që jenë prezencë normalisht mbështetja e shqiptarëve është shumë e madhe sidomos në Angli. Janë një grup njerëzish e miq që nuk na kanë lënë asnjëherë vetëm, por na kanë bënë mundësi më mirë se në shtëpitë tonë, them vërtet. Gjerasi i falenderoj. Inshallah është problem me fitore. Nelo, në gjithë këto vite ke shpallur objektiva dhe humnium dëshmitar që i ke arritur atë dhe di që ëndra e madhe është shumë shpejt të ketë një ndeshje për titull botror. Jemi drejt kësaj rruge dhe do na vënoj dhe shumë. Besoj që pas kësaj ndeshje duhet të hapen shumë rrugë të mëdha për një ndeshje për titullin e kampionit të botës. Kam shumë kohë që e shpresoj, që dëshiroj, punoj për atë dhe ndihmë Zotit. Inshallah sa më afër, unë du sa më afër. Nelo, duke të uruar shumë suksese, të falenderoj shumë për intervistën. Suksese, faleminderit edhe për ju shumë.